Përshëndetje. Është kënaqësi që edhe sonte jemi bashkë me Radio Televizionin 21, bashkë me shikuesit e emisionit Një kafe me labin. Është e bukur sepse një samër ka qenë i mrekullueshëm, i hatashëm. Jam falenderues dhe mirënjohës hotelit New Mediterrane Ulqen për mikpritjen, për respektin, gjithçka që e tregoj, jo vetëm për labin, për ekipin e Radio Televizionit 21, por edhe për gjithë ata artista që ishin pjesë e pandashme imja. Duke mos i harruar edhe ata cilët të pak më mbështeten, siç është IP Petrol. Që loja shpërblyese veç përfundoi këto ditë, pastaj pavinin për aromën e kafes që vazhdon të më jep edhe në studion e emisionit Një kafe me labin akoma, është kush tjetër përpas Prishtina tiketit, që është pjesë e rrugtimit tam, por edhe patosin që unë e pata çdo kur me veti. E bukur që unë sonte po e filloj këtë sezon 3 të Një kafe me labin, është kënaqësi e madhe sepse unë filloj edhe jam bashk me ata dy të cilët fakt janë të pandashëm, por edhe më japin energji pozitive tek emisioni Një kafe me labin. Lumin edhe taulantin. Por nuk mungon pjesë e imja edhe e kremi si zakonisht, që jo vetëm kafën për mu, por energjin pozitive që jep edhe secili prej musafirëve të cilët vinë. Nuk e di pse, jemi në muajin roz, duhet me jap dashni e duhet me pas kujdes për vetveten. Sidomos gjinia femnore, por edhe pse jo mashkullore, duhet shkojmë edhe t'i bëjmë kontrollat, sepse mbi gjitha është kujdesi ndaj vetes. Kontrolli ndaj xhirit, dhe pse jo, mos ta kemi vetvete që të shëndosh. Por mbi gjitha unë thëmë gjithmonë edhe vazhdoj t'jem. Jepni dashni, jepni respekt, edhe mundoni me qeni drejt me Zotin. Sepse mbi gjitha, ai është i cili fakt drejton. Po besa shpesh herë edhe t'i hek njerëz e këqij afër vetes. Jo me fat që i kam njerëz të mirë, si që jeni ju. Shikues dashur, të respektuar të emisionit Një kafe me labin. Jo me fat të cilët fakt kompletona me një rreth e me do njerëz që i kam afër vetes ndër vite. Faleminderit Astrid, faleminderit Hajdar, faleminderit Patos, Kushtrim, berat të cilët jeni pjesë e këtij udhëtimi. Sonte jam këtu ku jam bashkë me këta dytë, kemi nisë pak më të lehtë, por energji do të kemi sonte. Se në pjesën e dytë të emisionit këtu ku jemi bashkë me këta dytë, është Loreta, ku do të na interpreton, do të këndon edhe shumë shka. Por, duke mos harruar se pjesën e parë të emisionit Një kafe me labin, ka të bëjmë me sportin. Dy njerëz shumë energjik. Do të thonë, nuk ka emision të cilët fakt ata dytë nuk përlahen njëri me tjetrin. Sonte do të shohim te Një kafe me labin. A do të përlahen ajo? Statovësit edhe lecët i thëmë mirë se ardhje në Një kafe me labin. Këta dytë jënë gati tash me ndru edhe ritmin, edhe unë bona gati për ata dytë atje. Qa? Është kënaqësi, unë i prezentova edhe pakës më parë, dy musafirët e parë të cilët fakt fillojmë sonte me Një kafe me labin, unë kam kënaqësinë se Faruk Satovcin dhe Liriton Lecin i kam në studion e emisionit Një kafe me labin. Sonte është kënaqësi që ju kam që dyve pa brima veç. Nuk besoj që kam pas brima. Nuk të premtojmë, po do të mundohemi ta mojmë qetësi. Më morë kohë emisionis, dje. Apo ti rresa ma largë. Unë largë, po më dhe. Mund vjen mirë që ju kam që dyve sonte, dhe ashtë ma tepër që ju kom shkëput pak prej sportit, para prakisht që t'jemi pak Një kafe me labin bashkë edhe të flasim pak për juve të dyve. Për shkak që edhe ju e keni një jetë familjare, e keni një jetë jujen, e keni një kontribut besa, ko gjatë madhë dhanu saj për këtë sportit, por gjithmonë ju folin vish për sportin dhe përlahen njëni me tjetërin vish në kohëtër, dhe me thonë, gjithë shkapit sportit. Pse ndodhë kjo me juve dyve, gjithmonë? Labi është mas pari kënaqësi me qenë musafir në emisionin tënë. E para na kemi qenë në për shumë emisione,
edhe kemi po kombinimet e lloj-llojshme, po kombinim si sonte ti me mobile, me flok, me kpuc, bardh nuk kam po. Kështu që komplimente për duken edhe për emisionin. Faleminderit. Pastaj pse ndodh, po ka shumë aspekte, po një aspekt është që Faruku i ka pak, i ka tela që flut gjithë, si ti dhur, diçka i prek me njerë tela dhe dhejëzën nga njerë, por realisht unë jemi bo me Farukun, jemi konë miq gjatë, por tash nuk shkon ditë pa u taku me njëri tjetër, edhe pse shifim në emisione, edhe pse kështu, por që shumicën e kohës rrim bashkë, bisedojmë, edhe në tavolinë besoj që ka njerë e ngrisim zonin, bile jemi do kafes, për dume për men emnin ku pim kafe. Që edhe kafja ju erdhe. Ato ku pimi kafe njerëz shpesh na ndëgjojnë, sepse edhe ato ka njerë e rrisim zonin, por kështu është ka njerë kur kopën bisedat ndryshme, muhabete ndryshme edhe e ngrisim zonin nga njerë. Faruk? Realisht, e tha edhe Leci, për tha me dhënë, do më në njemi që shmët edhe kur kemi lujtë si tri, edhe mitësia dhe jarënia ka vazhdu. Edhe tani më jena në pjesë e qëti profesioni që kemi lujtë veç pak më ndryshe, tash e lujmë pak rolin edhe trenerit, jem trener edhe si analista, me gjithat, ka momente caktume kur edhe në kafë dhe njëtë për ditë që nuk mundja mu pajtu, me gjitha po prapi jemi me që jemi shok, pa marësisht asajna që mujna shumë herë mos mu pajtu edhe me pos mendime ndryshme edhe nashta ka njerë me tënë pak ma tash për e ma tronë, por me gjithat prapi jemi shok, ndoshta shumë herë ka momente caktume kur edhe me gjisa minuta, nashta dhe me orë s'follëm, sepse s'fajtuemi. Por në fund ta vetë po me bashkë, s'kem ku e qëmë njëri tjetërin. Kështu që... Shumë e saktë, mas emisionit, për shemë, shumë njerëz nga thojnë, nesër mën, a keni bo një skenario mu ka, për shemë, në emision bashkë, se ndodhë spontanisht nga njerë. Por nuk besoj lep që nuk ka asë një skenar, na jem pas skenar ato futemi, se që ndodhë live, është diçka tjetër, edhe ato që po të Faruku nga njerë nuk flasim, mas emisioni fare i për makinet shpërndomi, kur vje ora nesër 11:15 e drekës, duhet pa tjetër mu ta kuqë. A i shkëm njëri që ditë ku je, dhe së të hajde këto edhe në regu. Faruk, tha Lizdoni që telat i ka të gdgashëm, të kapit. Flut, të kapit. Ta shtë cili njeri ka karakterin e ndryshë, ndashta una jem pak ma temperament, se që normal që ishtë desh me kuna ashta momentet caktum. Me gjithat, mendoj që tentoj me kun i drejt për drejt, tentoj me kun i sinqert në ashta, por që të penalizën shumë micën e rasteve, ajo mos qëtësi edhe në ashta ajo nervozizmi të prum edhe shumë shpejt, dikon në ashta shumë herë jo mirë, por me gjithat shumë njerës që e dinë edhe që më njojnë e dinë që une ato e kam kështu për natyres, por me gjithat mbranda jam shumë i mirë edhe nuk jam i keq aq sa kur flas në momentet caktuar që del, ndoshta jo mirë. Zemrën e mirë po, dashni plot po, veç ama me të madhe po fal që të keq shtëpia po më duket. Me fol me të madhe keq shtëpia edhe me hongër shpejt lap, se ki problem. Këto dyja do. Sidomos ore kur flas, më thoj të shtëpia më flet me neva me kojshi. Që mos e këtë se nuk është veç në emision. Jo. Unë zakonisht dalë për i banesës në orën 10, që me unë 22, më romi e për me shku në emision, edhe në atë kohë mija vetë se flajnë. Po kur të këthejme në 12 natës, i gjej qutë. Edhe i pështëm pse i një zgjut, akoma që dhe, pse i një zgjut ale, thot, bab në aromë me flajnë, pës në ale a Faruku të bërdit. Shumë njerës. Edhe është të kutë mja nëllë, zonë televizorit, a i vazhdimisht bërtet. Ka pas situata, kur nuk ka punu mikrofoni, kanë thonë Faruk pritë, se s'po punu mikrofoni të i ndrojnë baterit. Lene, mos ma bini mikrofoni, zonë pa mikrofon. Ka pas rast edhe në për qytetën kove, kemi taku njerët edhe, tash njerës për i dashnijës, që shmu afru e thojnë, po bërtet shumë ka njerë bre, edhe në bak ma ka dole, thamë po, e keni mërë ato që e nëllë zonin, ose më në mja nëllë zonin, ose më në mendru programin. Mere pilotin ofër. Në marë, pas mujna mendru, se na dojna mu ju po, adir, po në alja pak zonin, se rollojnë as mujna kanere. Po kështu në atë formën e humorit, pak, po me gjithat, kanere dolëm jashtë asojnë, është e vërtet. Jashtë vetë vetës një njërë. Ka momente caktume që di me da. Po me gjithat,
mundu me qenë pak në pjesën tonë që në takon Samaral. Në shpeja për laheni? Nuk u gjojmë. S'po kemë ma këtë që për me nejtë dhe lafë. Sportit ta merë kohën këtë jashtë, kështu që jam në turët jena. I turët? Si jem të qerët. Shta që piskosi, kështu kur është në publik, nuk jem të qerët. Jonë ma qerët. Lapë si, unë e vone kam lënë në futbolin, Faruku pak më herët, po një gjë është e vërtet që si futbolist është shumë le. Si trener është, sa punë e mirë është edhe e vështirë, po si futbolist është ma letë se nuk ki analiza, nuk ki me menu për trening, se qatë të stërvitësh, si të pregatishë stërvitën, sa lejtari ki në dispozicion, cili mundet mos me orë, sot, si lejtari je shumë komod në këtë aspekt, kurse si trener është gjë, si me thonë, është shumë ndryshe. Kësha më lidhë ajo që po thua për lanin në shpi. Për veti, pa dasht me thonë, pa modesti, si me thonë, me modesti, ta mund modest me qenë, nështë nga 4 orë, 5 orë jem para kompjuterit, të analizu kundërshtarin, të merë me stërvitje edhe më thëtë gruja ime, a krejt trenerat bojnë kështu? Që në tranove, po këpëton? O më thojnë thëmija diçka besë, veç e thëmë po mirë, qashtë po bab shka? A e më thëtë diçka tjetër krejt, unë i thëmë po bab në regull është, edhe më thëtë djali, thëtë po bab unë stash diçka që më thonë ti mu në regull. Dhe më thonë fokusin e kam të stërvitja, të analize e ndeshës edhe i harej ka njerë edhe pjesën e familjes, por thash, është sport i mirë, por është i vështirë. Kështu që si trener, besoj që është kogja problem kjo punë, por nuk di me bo sport tjetër, nuk di me bo punë tjetër. Këto dina me bo mas mirë, menojmë na, dhe ju kemi përkushtu si me thonë kësaj. Po ajo që po thu ti, a përlani po, është kjo që është koha nga njerë, dojnë me dalë fëmija një qëtunë, një dile, dojnë me shku një dikon. është e pamundshme. është e pamundshme, apo kupton? është e pamundshme sidomos vikendi, tash. Kur ja kon si lejtar, domon e ke pas të thales, domon ke maj koncentruar veç te vetvetja, domon e shkon stërvitje ke pas, dose në stërvitje individuale, në fitness diçka s'ke pas shumë më marr me punë tjera, kurse sa për tash në rolin e trenerit është diçka tjetër, sepse kimi menaxhuar ashtu 25 futbollistë, 30 futbollistë, domon kimi analizu kundërshtarin, kimi analizu ekipën tonë. Kime punu tash na nuk jena këtë këtu në Prishtinë, për shembull me punu afër, domthonë ky letë që për momentin është prezanton unë jam pej minimum i 3 orë rrugë, domthonë 2 orë, 1 orë nashta analizë, 2 orë stërvitje, domthonë tën kohën shkon pastaj kur të vesh te shtëpia nuk mundesh më shkuj për përgatitur, ndosh me sepse kanë ndryshuar kohët, nashta edhe ti trajnerën para ne normal kur kemi qenë analitor kanë analizuar, por ne nuk kemi po, edhe na ka dok puna e trajnerit e lehtë, por që nuk është e lehtë as pak sepse don për kushtim, domthonë maksimal edhe don punë 100% në mënyrë që me pas pak sukses, sepse puna e trenerit nuk është e lehtë, është shumë e vështirë lap. Secili profesioni, secilit është i vështirë, por tash na po flasim për profesionin tonë, domthonë si trener, nuk është e lehtë se duhet të qenë. Se ju keni provu edhe si futbollist, po edhe këtë anën tjetër. Duhet me qenë pak pedagog, duhet me qenë sikur si mësues, duhet me qenë me i shok. Po para ka qenë trenerat për para s'kan dëgjuar shumë për lojtar. E din domthonë të ka denu, të ka nxjerr për stërvitje, ka strikt në punën e po, ka qenë strikt punën e vetë, ka thonë, i këmë se s'din më mirë me këtë punë, s'din sporti, kur s'ka pru ty këtu, e ke nga tru profesionin, dhe mund të ka bulizu një varë mënyre, kurse sot ti dur nuk mund është me i thonë një futbolistit është të. Se e para ka ndryshu kohënat. E dyta, edhe ata janë inteligenta, din. Kështu që do të me qenë, ta mund ato që ta varugu një pedagog, një psikolog, me ditë se edhe problemin që farë e ka, se ka raste që kanë edhe lejtarë probleme. Edhe tash vjen me problem, ku e din ti se s'ja ka këthy mesazhin e dashura, se është bo nervoz me dikën, edhe tash është tension 500, ta prish stërvitjen, ta prish procesin stërvitor, ti ke punu 5 orë, dhe më unë do të me ditë me menagju, unë ka njerë ju thëmë para ndeshë ose para stërvitje, qaj që nuk është në disponim për stërvitje, letëm të regonë ma heret, të pakten, mos ma prish stërvitjen. Unë e latë lirë, se kam qenë vetë futbolist, e kuptoj atë pjesë. Por që zakonisht nuk ndodhin këto gjona, por do të mu pregatit për gjitha këto situata. Pra ne po them, tash ka ndryshu konat, do të me qenë treneri edhe një lej psikologë, jo një lej, por shumë psikolog, edhe me i ledzu, lejtarët pak në sy edhe kur është në disponim, sepse i vrejmë në ato gjona, kështu që nuk është në i punë e letë, është e vështirë se njerëz menojnë që është
trener edhe është gjithçka në rregull. Domthonë është një diçka që plus ona tjetër që thojnë presion, çdo punë ka presion. Ti duhesh me vu një farë mburoje mrapa se njerëz gjujnë me ato farë shigjeta, ti duhesh me kon I mbrojtur, mos me ndëgju fjalë që apo thonë, me kon në atë punën që e bën, me kon super profesionist. Po du pak, para se me artë kjo pjesa e punës, po du të kjo dytë, dhe më tonë të kjeta ju, e përmende që është këgja e fështirë, dhe më tonë është këgja sfiduese dhe aqë ma tepër të e ditë edhe pjesën e mëhershme të futbolit, kur edhe sot pjesën e trajnerit, por duke mësë arru angazhimit edhe televizive. Shumicën e festave këtu me ju dyni me qenë pa tjetër, me qenë edhe në punën e juj. Në atë aspektin tjetër, sa mungoni, për shembull se ju bjen ndeshja e faktikisht më baki djali ose qika ose dikush një antar i familjes se ka ditëlindjen sot, ju nuk mundi me shku as në një ditëlindje, qoftë edhe një darsëm apo çfarë do që tjetë, domethënë se sa çush ndiheni në këto momente kur në fakt nuk jeni në momente ndoshta më të mira. Me të rëmë, thonë drejtën lab, ne pak veç jemi mësu në atë farë rrugë, sepse edhe na kanë kuptu edhe na kuptojnë. Zakonisht vikendeve edhe është shumë problem me gjithë na kohë të lirë, tash e tha shumë mirë edhe ne për televizion, po po flasim këtë sezonën tash, ne jemi trenera në një ligën e parë, është Superliga, dhe më liga e parë tash është luhet gjithmonë shtunën, kurse në diellën nëse ti shkon me analizu diçka në diellën, në mbrëmje duhesh me shku me po edhe ndeshta, po kupton. Ne patjetër zbashku me Lecin kur e kemi kunërit gjithmonë çdo javë, çdo diellë shkojmë, i shohim ndeshjet sepse kur je prezant, ma let analizon, ma let ajo edhe si futbollist dhe si trener gjithmonë të penalizon, sepse duhesh me të vërtetë don përkushtim, secila punë, por sidomos futbolli, sporti don përkushtim sepse edhe Leci ka pas fatin edhe unë si futbollista kemi pas fatin me lujtë në arenën ndërkombëtare, kur luajnë në arenën ndërkombëtare, as më pak ki pushim. Domthonë këtë kur shkojnë pushim ti duhesh me qenë fazën përgatitore. Tani edhe si trener modern në Kosovë ka filluar shumë pak pushimi i shkurt, kur këtë shkojnë pushim ti duhesh me fillu fazën përgatitore. Domthonë është e pamundshme me lënë si trener, me lënë ekipën, kështu është pak të lashë dhe kemi pas. Domthonë po megjithatë mundemi me baraz peshue, por që është e vështirë, normal, nuk diskutohet. Është e thonja që thonë jo gjithkush bëhet futboller. Po. Këtë dhe me thonë, si me thonë, një punë e bën kur dush, po futboller s'mundesh mu bë kur dush. Tjetra, është ajo që në vapën më të madhe ti e labi në shpe e lëshon kondicionerin freskët kurse na jena në fush. Kur është shi, ftov, ti e para stufës, si thonë, para ngrojes, na jena në fush. Dhe më dalën puna e futbollerit edhe trenerit. Janë 24 orë, ka dita, 3 orë të jenë në fush, por ato 3 orë, jo ti çdo herë mundesh me zgjedhë se kur. Unë për veti, sa kam qenë futboller aktiv, futbollist aktiv, 2 herë kam shtyt dasmën, ditën e dasmës. Kam luajtur Shqipni, kam caktu ditën e dasmës, në atë kohë, kam menu që s'marrëm pjesë në Evropë, kemi marrë pjesë në Evropë. Ne si me në raundin e parë, edhe është dash me shty. Po raundin e parë, kemi marrë pjesë sa, si me thonë, vetëm pjesë marës, kemi thonë, jemi vetëm pjesë marës. Edhe kam shty, kam thonë, kemi 2 ndeshje, s'mujna me fitu, pe shty për javën tjetër. Fati ka dash që atë 2 ndeshje kemi fitu, jemi kvalifiku, a unë e kemi pas, ndeshje kam pas javën tjetër edhe darsme në javën tjetër. Dhe më 2 herë e kam shty edhe darsme, lema ato që po thuti ditëlindje, por fëmija na kuptojnë nga pak edhe dinë se si shkon kjo profesion. Pra nda janë edhe gratë, mu mirë ka pak me fëmi, me afestu atë ditëlindjen. Kështu që në këtë aspekt po jemi pak minus një 2-3 vjetë jemi me obligime të fëmijëve të familjes, por që është profesion i vështirë, thashtë dhe njerë. E moj men Guardiola, kër është largu nga Barcelona, e kam pyet që kur të bësh trener. A dhe gjesh një klub me njerë, ka thonë një vit e gjys, vetëm dhe pushoj dhe dhe përkushtona familjes, kështu që është pak e vështirë kjo aspekt. Okej. Para se me fillu bisedën tutje, po du mundal pak të ju dytë, a i kuptoni prezentust këtë rast në anën tjetër të sportit, për shkak që shpesh herëton naluni se qetësoni, a i kuptoni prezentust. Këtë rast, a i kuptoni labin. Mundohëm ju kuptue. Mundohëni. Mundohëm edhe do të më ju kuptue, po kanere dhe si kuptojmë. Ne kemi një prezentus që është në drejtë zonaj, që ai vetëm naluni nuk e ka.
Nuk e ka. Ja, nuk e ka. Ajde me thonë, vishmi është i fitë. Ja, Po vetëm këto lobi. Aj, veç, si kur e ke poja loma që është që kur për më të rritë ma shumë, aj, veç që mi a që u fitilin. Aj, arrëve që të tëlle. Dhe me thonë, kështioni që unë mundora me mirë lajë. Ti po më nëshë me 2 durët, me që të suë, aj me 2 durët. Me dheza. Veç ta përnë, që ata kjo dhe me, pëse si thëja ti mi a këthy, dhe që apë ndurëve kështu, apë, këpëtën është. Aj veç dhezë jam, aj nuk shrymë jam. Farok, a kishe dhezë që tash, a kishe pashu? Qysh duesh labë ti? Nësë është për me dhezë, emisionin të me dhezë. Vendi jem është që kë? Kisha tash që këto momente dhe me thonë me më kuptu, ndërsa mi kuptu edhe prezentus, hajde ullu edhe ki lecin për balë. Osod o kor, balë për balë e ki, dzene vendin tem, edhe e ki për balë, lecin edhe qka dush mundesh me parashtru pytje, bënu pak edhe rolin e prezentusit, him pak mrenda këqyre që është. A, fështira është, pravaj. Na, fështira është. Me pravaj, dhe fështira është. Unë që ma kalaj me të këti përshqyqje. O, sa mirë... A, mëre, labi dhe tretë gjonaj, për anë kakamull, kënë me kuj. Profesionit këka i fështirë. Me që atë të mundona, mi bu disa pyetje, lecit si ven labit, lec. A kje ma fështirë me menagju vetën, a ke pos ma fështirë, ma letë është me menagju vetën si lejtar, apo tash si trener? Si trener. Si trener e kam ma letë, për shkak se pyetje shumë e mirë. Në disa klube ku kam qenë, ka njerë jam dollë pak prej vetës, sepse kvaliteti dhe për të thëmë ty, kvaliteti i ekipës. Kvaliteti i ekipës ku kam qenë nuk ka qenë nështë i mirë, sa unë kam dashtë, kurse unë kam kërku diçka tjetër. Kam kërku diçka tjetër, në stërvitje më ka shku, a i farë varianti ose a i loj, në loj, asë një sen heq. Edhe ato kam fillu me dollë prej vetë vetës, tu i thonë, ndim sa të mi, bashkëpunëtorëve të mi, a janë qëta lejtarë që unë kam stërvit dje par dje. Edhe ato kanë dalë nga njerë prej vetës. Tjetra dalë nga vetë vetja, kur e shonë një albitër ose një refer që seriosisht e shqe që i dëmëtën, sepse na lapë të skelu futbol kur e di këtë pjesë, na e në hatëm referin ku... Faruku ka lujtë. Faruku e di këtë pjesë. Unë kom lujtë. Na e në hatëm referin sakt ka dërme që u lojën. Dhe me thonë e në hatëm me disa situata ka dërme që u lojën, dhe ato fillojnë mu bo pak nervëz, sepse prandaj quhet gjystar. Dhe më thonë gjystar me ndo drejtsin. Po nga njëherë, ata gjystarë, cikur ja mojnë anën dikuj edhe ato nga njëherë dalë edhe prej vetës. Por si futbolist, Ogja jam kalu futbol edhe më thëj ke, cikur të merë është pak ma shumë me lojën, mos me folë shumë, mos me bërtit shumë, mos me merë me tifoza, kështë me lu shumë ma mirë, kështë me hargju energji shumë ma shumë të lujtë se sa të folë. Që që edhe si futbolist kam qenë Ogja i zhorë shumë. Mirë shumë, edhe një pyetje tjetër, me qenë se jeni trener, e kryeni zeni trenerit, po shumë që shumë trenera po vinë nga jashtë në Kosovë. Menimi juj, a do të ketë mundësi ndonjë trener i Kosovës të paktën ta kalej kufinin Maqedoni apo në Shqipëni? Qysh ata po vinë, nuk po du me bundamje, Shqipëni i Kosovë, po megjithatë ata po vinë këtu, përse trenerat e Kosovës po kanë shumë vështirësi me të vërtu. E para, unë menej që në Kosovë ka trenera shumë të mirë, edhe kanë dëshmu vetën, edhe unë jem idhëtari asoj që trenerat kosovarë mi dhonë përparësi, qoftë, në mosh, qoftë, ma 3, po edhe 3, pëse mos mi dhonë përparësi, për shumë në Angli, Premier League, në Brightoni e ka trenerin 34 vjetë. Po nuk do me thonë kur që është i ri, leja punës, masën e gjykon. Tjetra, ajo që po thuti me dollë kosovarët jashtë, unë Mireliosën e kam posë dhe trener, edhe tash e kam kolegë, muj me thonë, sepse unë jam trener i ri, e takova vjetë me një vend, një ndeshje këshumitësore dhe pyta trener, si po kalen, tha, mirë, les, tha, ti e dinë që është kjo punë, tha, asha ma mirë në Kosovë, në Shqipëri. Edhe tha, lec këtu, tha, lejtar, tha, që me thonë, ta këshyrin gojen, ka po fletë. Kurse në Shqipëri, tha, e kanë, dhe më thonë, me një fjallë, tha, unë e nina shumë ma mirë këtu, se atje. Tash, a ka trenera që punojnë në Shqipëri, që mujnë me punu, po, ka trenera që mujnë me punu në Shqipëri, po është shumë presion i madhe punu
si trener në Shqipëri. Ta garantoj, sepse ma ndryshe funksionon të kryesitë e Kosovës, janë shumë ma profesionale, të lojnë me punu, edhe kje i bënë që mos me posë edhe mos me hezitu me shku trenerat në Kosovë. Kurse në Maqedoni futbolli menoj që është pak ma përveç Shkëndis edhe dy ekipe të tjera, nuk është në një nivel ma naltë se na. Pagesat janë matë moja këtu, pse me dollë edhe tonë nuk e shonë ashtë një arsye. Për me thuj aklin po, por që është shumë ma presion, shumë ma stres me përnu në Shqipëri. Edhe pyetja e funit. Bon, ti, lap. Edhe pyetja e funit është, a me ndonë që ju jepet hapsin të mjaftueshme trenerave në për klube? A do të më idhun kohë ma shumë? Në Kosovë? Sidomos, po thamë, në Kosovë se Shqipëni e shohëm na shumë shpesh shkarkohen shumë trenera, kurse në Kosovë. A ta merr mendja aty që duhet trenera më ju besu ma shumë e më idhun kohë pak ma gjatë? Normalisht që duhet ju lihet hapsin trenera. Disa klube në Kosovë ju dhojnë shumë hapsin, që është gjë e mirë, sepse thash, edhe është në futboll që një drejtar, një kryesi, një president, kur t'i beson një trenerit, fillimisht është mirë me pasë që treneri, që karakteri, cilat janë karakteristika ati treneri, çfarë loje, ai përshtatet ati klubit, ati filozofisë ati klubit, edhe në bos të asaj merret edhe treneri. Pastaj duhet t'i lehet hapësirë. Thash që në Kosovë shumë klube i dhojnë hapësirë, kështu që duhet mi dhojnë hapësirë, sepse çdo trenere ka atë kohën e vetë për me shtri lojën ose mënyrën e vetë se si e zhvillon lojën. Faleminderit se ki kalu se në përgjigje. Para se me ardhë të kjo pjesa jote këto, je të kjo pjesa ime atë, por të kjo pjesa ime e kam një lutje. E ki një telefon ofër atë, edhe qatë telefon mere improvizoje, që për e merë për thirë një musafir që kon kishe pas qef me pas të labit fëtum. Edhe që kishe pas qef me pa një intervjist me labit. Kon kishe pas qef me pa një intervjist të labit, edhe që në faktikisht dhe më tonë që unë nuk e kom pas deri sot, edhe ki qef me pas një intervjist të unë edhe thuj kape mere edhe thuj thire. Po të ftoj dhe më thonë publikisht me konë të labit një kafe me labit. Alo. Ndrec, po të thirë në telefon edhe dush me krye një amanet për muë. Dush më orë në emision të labi, sepse ti po din më në amorë në pyjtje neve të këshyrë më labi që po të bënd ty. A mo e kje obligë, e morë. A u kry, datën, ditën, ta caktojmë, a mo më orë, dush më orë gjithë shysh. A jem në regull? E di që ti e pranën, falimderes shumë. Që jemi? Okej. Faleminderit. Tash unë? Po. Qyre, një lapë? Qyre, edhe unë për mu knasë me provu të më thonë edhe pjesën e juj, këtu ullësët e juj, ja këtanë. Unë e mene që një lapë e ka bonona për moderator, tjërë s'ko. Tjërësh, nëzetish. Ja, labin e kam djekë shumë mëti, apo labje, një kafe me labje, që kanë qenë këtu. Por është nga ta moderator, pa dash lab me, ose Faruk me livdu labin, apo këpëtën? Se është labja, akoma është labi Faruk, po. A vazhdojnë me qenë? Jo. Jekna, tash vjeti labi. Tash kjo e leti. Tash ti livdoj e vetë. Sinqerisht, labi është nga ta moderator që një pyetje kur ta bën, nuk ta bën qa menën te edhe ty me talon përgjigje. Unë e kam po kështë, dhe më dhënë ta elaboran, qetë në rrugë, drejtën, dhe më dhënë i bje shumë gjatë për me ti me pas një përgjigje shumë, dhe më dhënë të thjeshtë. Kështu që për këto e komplimentoj sepse e ka ato dvete si natyrë. Për ndryshë unë si lab, do të kështë bo Farukut disa pyetje, 2-3 pyetje. E para është qoftë si trener, qoftë si lejtar, cila është një ngjarje që të ka ndodhë, edhe nuk e ke thonë akoma, ja vlen me thonë qoftë, fani si me thonë qoftë diçka serioze që të ka ndodhë si trener ose si lejtar edhe nuk e ke thonë asë njerë që me ditë për publikun. Realisht nuk ka ngjarje që nuk e kom thonë. Keq kam ka ndodhë, dhe me thonë, edhe atë mirat, edhe ndashta jo atë mirat, i kom thonë, nuk e di që diçka që s'kom thonë, por që Por e një që ja vlen, ti që jeshe që... Unë e për të tregoj si lejtar... Për emisionin tem. Si lejtar që më ka ndodhë në herë në karrierë tem që unë e kumë provu për herë të parë dhe më unë që ka ndodhë dhe më unë e kumë përmenë shumë herë, du të më përmenë edhe sot.
Domthonë gjatë një ndeshjes kur 5 herë mbrana një ndeshjes më ka dol kroj për vend, edhe ku fut krojin në vend, edhe ku vazhdu me lujt. Domthonë kjo është ngjarja e cila ka ndodhur, është shumë e saktë, domthonë besion kum qen. Bili kroj maj, domthonë 5 herë për një ndeshje ka dol kroj për vend, edhe ku mendimin e lojtarëve kum gjithë kum vazhdu domthonë këtë. Kjo është ngjarja që më ka ndodhur mua që e kum përjetu. Senet mira domthonë ka kur seni ndoshta më e mirë ka pas në për klube shumë kur kemi marrë titull, kemi fituar, por diçka që ka qenë shumë e mirë për mua, ka qenë domthonë me Renovën në Maqedoni kur kemi bërë kampionë dhe kemi marrë pjesë në çto kualifikimet e ligës kampionat, domthonë është diçka që secili futbollist e ndron edhe don, domthonë ka qenë diçka shumë e mirë. Ka shumë senet mira, por këto dy raste domthonë kanë qenë diçka që duhet mu përmend. Unë i di, po love shpjegojmë. Shpjegoj ty emisionin. Lec na shurdhove. Normalisht unë si moderator mbledh informacione për mysafirët. Pas të mbledh boll. Ja, edhe mbledh për informacione për mysafirët edhe në dy qytet dëgjova që para një 10-12 vite me një nej me dësho këtu, më duke se ke konsumu deri në 18-20 Red Bulla. Sa është e vërtet? Është shumë e vërtet, për këtë disat kemi qenë nej, edhe unë në alkohol nuk pi lap, nuk unë pi asnjëherë, nuk unë përdor kurrë alkoholi asnjëherë, edhe ata shokët e mi i peshën, unë qa me pi Red Bull, kur i këna një në fund, diko 22-23. Veç e di që një 2-3 dit, nuk e di ku ju më konë, nuk e kom njohët vetër, mas 3 dite, më pije. Ma shumë pipiju energjike se sa fjallë foli. Edhe një është e sigur që prej zemrë, unë problem është me tek, se sa ferë ma se më kalëshko zemrë, të volë. Nuk lëqën mo. Problem është që jena në regull. Kjo është me sakë se kam qenë vetë në tavolin, kështu që... Po unë e pediju në mirë që e për... Po dhe, është dosh me pumpë me dhonë frim se këtu na shku. Edhe, pyetja e funit, a do t'i kështë pranu me i mbjellë flakt. Edhe mi botë borda si unë si labi. Me thonë drejten, lab i kam 3 oferta i kom posë, por të 3 i kom refuzu, dhe mon, kështu që shem jo mirë, një në rahat, nuk e preferaj atë. I mirë ishe. Deri dikun. Më thonë, e përfundove? Po. Okej. E pove, e ki telefonin në ofër? Na, po. Okej. Tash më sara, në drejtësën, kjo e propozoj në drejtësën, po në drejtësa duhet me konë me dikën në ofër. Me dikën duhet me konë emision. Po. Me kënë tash, hajde, 2 veta, me kënë, a kishë dash me ndonim prezentus për ndonjë televizioni tjetër, apo me dikën tjetër që ty ta merë mendja me një sportist, apo që kënë do, ti merë telefonin dhe, okej, propozon, hajde tash shokëm tash herën tjetër. Are, përshëndetje. Më falë, a jam labi unë me thirë? Po. Labinet Tahiri, a? Po. Labi jo këngëtari, po labi jo pëpnjerit. Ose labi një kafe me labin. A kemi thirë në komun? Po, a ka mundësi me kryetarin me bisedu për parim Ramën? Sekretarisha po disa të lidhi me... Okej. Kryetar, përshëndetje, jam labi prej Nistenishit. Kësha pas qef me të ftu në emisionin tim. Po tema dihet kolonat e tepërt edhe sheshina mundesh me në hapë se metëm të lexu libra. Që kjo është përshëndet. Metëm të lexu libra. Okej, me të ndrejse me përparim Ramën, komë për me i bo bashkë, po mas fushatës. Ata lojë mas fushatës. Mas fushatës, po e pa ata gjatë fushatës, atëherë të shqytojnë, jo, ky po anën me këtë parti, kështu që unë jam pasor me krejtë bashkë, dhe thonë, mas fushatët, nëse fiton, prap vjen si kryetari komunës, nëse nuk fiton, vjen prap, dhe me thonë, si një qytetar, fakt, i thjesht, i Republikës Kosovës, po që ka jep kontribut saj për këtë qytetit dhe Prishtinës. Po du më ndalë të kjo dytë. Qësh jeni me muzikën? Me një, na? Me një, edhe me ngujmë. A me krue, jera... Krua, e shko zonë. E ja muheq. Edhe pse kam zonë të dushën. Ka por zoni. Se do shta lumin të olantën i kam këtë, thash me provu për me knu në ajkong, po nëse dini në ajkong, në lirish me pjanën shkojmë. Edhe lja mësë në ngushtë, se unës... Jarë muzikës jam. Te pjanën nuk...
Nuk jena keqa, Faruk, mujme. Edhe bës ta afrangat se më zvetë, po nomi. E la, futbolli dhe muzika nuk shkon me të njëfshëm. Po, Futbolli është në fush, po. futbollerin ditë e fushë e qënë dyqysh me të njëfshëm. Fush është vetë, s'ka kush një mënë. Edhe në muzikë. Deri aty në koncert, mundet me të quti kush me të njëfshëm. Ama në koncert, Kur të hinë atë, si të fillojnë njerës, publiku me ikë, dje që s'po din me kënu. Edhe në stadion është, si të fillojnë tifozat me fishtlu, me dje që si e për... po du më ndalë të kë muzika. Dhe me tonë është e pamundshme, dhe me tonë edhe pjesë e futbolit, pjesë e stadionit që do më zëshme është edhe muzika. Shumë këngë, ndoshta që këndohen sot, këndohen edhe në stadion prej tifozve. Cila është kënga që ju e pëlqeni edhe kur e ndini, do me tonë që këndojnë edhe tifozt? Realisht, është një inspirim për futbolistat, ka qenë edhe për mu inspirim muzika, por edhe si trener ishtë inspirim. Pa. Për zoti, unë kur kam ndeshje, ditën e ndeshjes, i kam një 2 këngë të mija, që i lëshaj edhe më duket sigur të ke njoni këngë për të kruhen letë për me lujt. Tash si futboller ka pos muzika, për shembull shkurt e fezën, mora fjallë është në diçka që ajo ta bën mishin kokra, por kohët funit për ndëgjej edhe Michael Jackson, i ka do muzika që të shtina si farë, që kushtë më delë për para, kështu që është një inspirim për futbolistat, e keni po në Evropë, me kufje në vesh, në për stadionet tona, për shumë zhveshtore, i kje ato muzikat që i ndëgjën ekipa komplet, më ka ndodhë dhe vetë si futbolist, nashti nuk e kam pranu me ngu një muzikë që Faruku e ka lëshu, por i kam gjitë ato të mijat në vesh edhe kam dëgju ato që mu më ka pëlqy. Kështu që është një lloj inspirimi, vazhdon me qenë ajo, edhe në ngroje kur dolin futbollistat e ke po është një muzikë edhe ajo është një adrenalinë veti, kështu që është gjë e mirë. Kush e ka bo, kush e ka shpik këtë sa nuk e di, me lëshu muzikat, kështu po është që është gjë e mirë. Realisht është diçka që të motivon, domthonë nuk diskutohet. Tani edhe na për zhveshtur e dim se cili futbollist na shta ka neve trajnera që nuk na pëlqejnë, që kanë dëgjojnë këta gjenerata tash, por i kanë të muzikat Luna Porkut kanë herë, po do kanë herë që zhingojnë dangaron, unë ja që që punojnë në vesh mi ndëgju, po megjithatë do të m'jau pranu edhe ato. Por që personalisht mu tash e tha dhe lesi kom ora fjalë, domthonë është diçka që të ngjash, diçka që të jap vullnet, të jap energji pozitive, domthonë është, po pavarësisht asaj në çdo muzikë e cila lëshohet, domthonë të njën veten më lehtë, të njën veten më të edhe mu me thonë drejtën unë shumë e përkroj këtë farë ideje kush e ka bo, sepse është diçka shumë e mirë edhe është diçka që ekipa elitar të motivohen, edhe është diçka shumë pozitive para ndeshjes çdo muzikë që lëshohet. A ka diçka që deri më sot e keni bo, po i keni ra pishmonit pse e bona? Ka, zakonisht ka dhe mas ndeshje, që trajner e bën një ndrim për të mirë del keq. E bën një lloj skeme për të mirë del keq. Kështu që ka ndodhë që e kam bën një korner në stërvitje shumë të mirë, po në ndeshje ka dole aq keq që më ka kap ekipa kundër sulm, për një fije floku që zonë kam pështu me marrën e golla nej. Edhe ka dhe gjonat, ashtë një komunikacion e herë, bash nervoz, hinë të kuqen, me dikën ka ca fytësh flet prej makinës, edhe kur del ma ne, po pëse o merëna me këta una, ose pëse merë taj me mu. Dhe më ka shumë gjona që i bim pishman, por nga njerë duhet jesh i matën në ato që atë i bën ma heret. Tash nuk mujna na me i parashiku senet, sepse si dim qa vjen, por që gjithmonë është mirë me i matë. Nga njerë thojnë heshtja është flori, kështu që gjithmonë mundu me i marrë me qëtësi, është mirë me i marrë me qëtësi, edhe me ikë problemit, me ikë ma të keqës, ose qoftë edhe me vendimet që i merë si trajner, me po gabon herë, po mos me përsërit gabimin, sepse po e përsërit e gabimin, ti e fajtori. Kështu që këto janë disa nga ato situata që i bim pishman. Situatat ndryshme ka kur njeri është thot pse e bona, ose pse nashta është desh me bo në ryshe, me gjithat nuk është mirë me rujt vetën, mos me dalë prej vetës, është mirë më mësu me respektu regullën e anarkinë dëmonë. Nëse veç të nanë shumë shtire pranojmë
dikon me konë shef ose me konë kryesori, dhe mund duhet një herë për gjithmonë me kuptu kush është kryesori dhe duhet me respektu ato që është, dhe mund mos me dal prej vetës, me dal realisht se njetë edhe si trener si lejtor shumë sene ka që këna bo, që si këshu bo, dhe mund si këshe bo, këpëtën. Por me gjitha të, unë më nej që shpesher duhet me qenë kritik edhe i bi pishmon kur kalën diçkan në ma shumë si që duhet, apo këpëtën, nështë unë shumë eri i bje pishmon, nështë i kumro pishmon në emisione kur ka hinë diçkan personale që nuk ka nevoj me dal, apo këpëtën, po njëri del pri vetës ka nërë, po gjithmonë është mirë me menagju vetën edhe mos me dal. Mos me dal. Seni ma eronë edhe senin që i bje pishmon të njëtën është kur e te i kalej ato dhe hi diçkan personale me dikën që nuk ka nevoj, se nuk ka nevoj. Edhe është që ju preka i person, edhe së mund shmi kërku folja. Edhe nuk ka nevoj me hi aty, se duhet me ruhe mbi gjitha. Emisioni është emision, mund është me dhonë mendimin tanë, duhet me respektu mendimin dikuj tjetër, se cili ka mendimin e vetë, tash a është i qilum atina, apo së është i qilum është i jemi, dikush tjetër e vlerësën, por me gjithat, gjithmonë jëmë konë kritiki vetë vetës edhe pishmënja asojna që nuk ke pas nevoj më prish me dikën sa i për këtë sport ose në emisionet, apo kuptan? Po. Sepse duhet me respektu se cilit mendimin e se cilit. Ku jemi të kjo gjakgjithësia e shpejt, dhe më thonë, edhe zakonisht dhe më thonë që ndodhin sandet e shpejta, po ka dhe diçka dhe më thonë që në faktikisht e përmendet ti që i bjen pishmoni shumë shpejt. A ka që keni ditë me kërku falje dikujna? Mi kërku falje me thonë falj për këta, po falj për këta, po falj për këta. Unë me thonë drejten lab, kur njët nuk i iku asojna. Edhe nëse është maj vëgël shumë, apo gjenerat s'ko lidhe kur e di që jam gabim, të pakten që amuj me bonë nëse person, është me i kërku në djesë, me i kërku fali. Për më asë në herë nuk nina i preku nëse nuk unë vjen kes, me kërku fali kur diçka jam, kur e shë që i kun bo gabim. është gjo normali, jem njerës, kemi me gabu, por ma ajo që ka mujna me bo, pakten mujna me i kërku fali, dikuj mi thonë që më falë, se unë kum qenë gabim, tash ai do mi bot, do mi komu bo, edhe si kërku e fali, si kërku e, po të pakten është njerëzore, mi kërku fali nëse ti e ke rënu, apo ke qenë i gabush. Pakten, pësash kur gjo, unë për menimin tem, dikush e qenë likësi mi kërku fali, për menimin tem është shumë burni dhe shumë njerëzore, mi kërku fali nëse i gabim diqka. Okej, letë. Janë dhe gjona që nuk falen, për shemë. Në një stadion me 7.000 veta, 10.000 veta, 20.000 veta, ti e bën një ndrim, edhe futbolistit reagon. Futbolistit reagon, ikë trener, s'du më ndru, reagon. Në ato momentet kam po ty, si me thonë, 10.000 vetë, 20.000 sy, e kam po në gjarin, kam po në fush një gjarin që nuk ka qenë e mirë. Futën zhveshtore, ose futën në zyre, vjen lejtore dhe trener të kërkoj fali. Për gjestin që e bona, jo ti mos më kërkoj fali, mu në 4 sy. Ti, dil atje ku je konë fush, me i dënë, sepse njerës të kam po ndryshe, edhe ti po më kërkoj fali mu në 4 sy. Janë të gjona që, edhe pse po gabimin nuk është e pa falsh me diçka, po këpëtën. Ta është ti, s'mun është me dalë në fush, mes fush, atje me thonë trener të kërkoj fali, se a gjestin e ke po ma herë. I ka thonë trener, jam mas du më ndru, ikë mërë të janë, këto janë gjona që unë si fali për veti. Me tonë drejt nuk i fali, por a ka ndodhë dhe të une që e kam fali, dikon i kam kërku falje vetë për diçka që i kam thonë, po 100 herë, sepse njerëz jem gabojmë, por thash që janë disa momente që nuk, i thu, mësëm kërka falje e që nuk du me ndëgju për ty, janë reglat, janë mosat që i merë kryesia dhe ditën e mirë. Pra është, duhet me i dalu disa sanë, unë mene që duhet me i dalu disa gjona. Me qka mburëni, kryesisht po me përgjësi po e marë, nuk po e marë vesh me fushën e sportit, po përgjësi për këtë vend, për qka mburëni kur dalni për shamë të juve ju bjen takimi është edhe me vendet tjera, me kontaktet janë edhe me shtetet tjera, edhe me përfasus për a trener të vendeve të ndryshme, edhe kur përmendet Kosova, me qka mburëni për shamë, zakonisht kur i bjeni takim me një delegacion të huje? Po, normalisht që mburëmi me tashion në aspektin personal, por krenomi me njerës që kanë dhonë kontribut jashtëzakonisht ma. Një ndërta është Granit Gjaka, që mburëmi, Lori Këtona, është Rita Ora, Dua Lipa. Ti moment që bisedojnë me ndikon, sepse neve nga bje shumë me ullëtu me ton drejten, edhe i thu, del në televizion ose diçka, kjo është, ka rastë që i të regoj edhe mesajat me Granit Gjakën, se unë e kam edhe shok, sepse Graniti kur vjen në Kosovë, jemi një hymje në ndonë ku banojmë,
nuk ka shansë, vjen edhe mos me në telefonu ose mos me thirë, është shumë i thjesht, nuk mund është me i folë ti për para, të fletaj ty, është shumë i thjesht, edhe me këto gjona janë që unë për veti mburëm. Pastaj ka dhe tjera si vend, por që këto janë ato që gjithë njerëz e dinë se kush jemi, nga jemi, pse jemi. E përmende Granitin, pa tjetër që duhet me një falenderim shumë të madhë dhe për familjen komplet. Edhe për babën se Ragipi është jashtëzakonisht njerëzor, edhe nuk ka fest që para me e qënë mesazhin për shembull me ta uru fest. Unë respekt shumë të madh për familjen. Edhe e kam thash në lagje, edhe kur dalë poshtë i shoh në kafe Agjen Ragip me bashkëshortën e vet, nga njëherë jam për ngut, edhe sikur pritej, thëmë të shkaj ma shpejt, mos beso që më nalin, janë shumë, domethënë ata janë në gjendje me të folë për para. Janë aq thjesht, aq kontributent. Mesazhin vjen për fest para se me dërgojnë ai. Domethënë jemi dytë në një frekuencë me ato që thashtu që vërtet jemi krenar me Gjakun edhe me kontributin që ka dhënë në futbollin në ka si reprezentues i Zvicrës, por që ku ka shku në ka reprezentu ose në ka tregu nga vjen. Me gjithat, gjdo person, gjdo shqiptari cili ka suksese në sferat ndryshme, ne do të me qenë edhe do të më mburë. Ne fillimisht futbolli nuk ka qenë i pranum, edhe kemi pasur Graniti që ka qenë, gjithë jemi ullë për atletit, kër kemi jemi mburë me ta, pastaj jemi mburë me Majlina Kelmendin, që ka posë vene që hale nuk e njojnë Kosovën e ka ngritë klamurin. Kjo është diçka shumë jashtëzakonisht e mirë. Unë menoj që edhe si shtet edhe ne edhe du të më mburë edhe me kulturën që kemi, sepse jemi me këpric, dim jashtëzakonisht shumë. Këto kanë thonë edhe thojnë krejt dëmonë, Kosovë është mikpritja edhe njerës janë shumë mikpric. Ka shumë gjona të cilat do të më mburë, e që unë menoj që ka edhe shumë sena me përmirësu. Por me gjithat, si popull mburëm, sepse kemi posë sfera ndryshme shumë njerëz zot, shumë njerëz kemë dhe sot, shumë njerëz zot, edhe kjo domosdoshmë është na bën muni shumë mirë dhe shumë krenar dhe normal që edhe më burremi në krah tyne. Po du juve dy me ju pyet. Për shkak unë po flas për vetvetes dhe prej ndjenja me emocioneve ndoshta edhe shumë 99.9% shqiptarëve që jemi të lidhur shumë mbas kombëtares. E sidomos kur kemi humbjen, na do bim kitë për toke. Pse duhet me rana për toke? Nuk është që bim për toke, po... Bim për toke, jo, bim tash, të unë për thonë bim për toke, madhe i vogël dhe më thonë bim për toke dhe më thonë. Duhet me pranu që kërkesat tua si tifos, të mija, njerëzve këtu kamermona që janë të popullit tonë, për kombëtarën, për përfaqësuesin tonë, janë të mëdha. Kërkesat. Për shkak se kemi lojtarë që luajnë Juventus, Napoli, Mallorca, qapo dione mos t'i përmenin Beshiktash, në klubet mëdha, edhe kërkesa jonë tashmon nuk është vetëm me qenë pjesëmarrës. Edhe ne po kemi qef me qenë një evropian, një botëror. Edhe ne peshumi që Muriqi pi jap gol Realit, ky Ramonit e Napoli po bën paraqitje të mira, po futet në treshën ose mbrojtësat më të mirë, Zhegrova talenti më i madh. Domthonë na kem tash na kanë rrit apetitet si tifoza dhe kur e humbim një ndeshje si ajo që ishte me Zvicrën, atëherë bim tokë, dëshpërohemi thëmë, a janë këta futbolista që po luajnë po shfaqen mirë të klubet, e të na nuk po shfaqen, edhe këto janë kritikat, edhe ne si trenera, si analista, edhe të njerëzve, a i mëlefi. Masë ne, kështu është futbolli, sot je i mirë, nesër je i keq. U harru loja me Zvitrën, u shfaqem shumë mirë me Suedin, edhe gjitha ato, për një dit i bom i krydzum, për një javë, mas një javë i bom hero, kështu është futbolli. Prandaj është futbolli stres. Prandaj futboll gjithmonë kërkohet më e mira, edhe unë mendoj që edhe kërkesat ose ato ankesat, kritikat edhe të njerëzve, edhe të tifozave nganjëherë janë me vend, sepse sot gjithë dinë e shohin futbollin apo luhet mirë, kur po luhet, kur shpreh maksimumin, kur po angazhohet. Kështu që janë disa kërkesa ose ato që tham që e kanë me të drejtë. Si popull mendoj që jena pak euforik. Domthonë mendojmë që na semi pranue, kemi menu që na do të me shku gjithë kampionat evropian, kampionat botëror, domthonë që është shumë e vështirë, domthonë dëshira edhe ai qefi është diçka tjetër, edhe mundësit janë diçka tjetër. Tani gradualisht me vjet vjen të ushtu apetitit, vjen të besu në diçka, sepse tani mo Kosova nuk është të luajtur me lojtarë të cilët ndoshta qysh kanë qenë më herët.
tani më e kemi një mleqe të cilat lujna për ekipe shumë të forta, edhe që në një aspekt duhet mi kuptu dhe tifozët edhe ata që dojnë kombëtarën gjithë shqiptarët, sepse kur nisësh edhe shek informacionin e Kosovës, do mund nuk të lenë me mendu në ryshe. Gjithat si shtet jemi alo 3, por që kemi qef shumë shpejt me vlu dhe mëftu shpejt është e vërtet. Do mund, duhet me dash kombëtarën edhe në momente kur nuk është e mirë, edhe në momente kur është dëshirë kemi të gjithë, urej që sa ma shpejt Kosovën të shumë në një kampionat, sepse edhe Shqipënia ka prit me vite tëra dhe është shku, edhe Shqipënia ka pos lejtor, nëse nëllë me analizu lejtorët para që kanë qenë marrë dhe tash, ndoshta kanë qenë shumë ma cilësoj, për nuk e kanë pos fatin e këtyne që kanë shku. Unë menoj që duhet me orë dhe Kosovës një ditë që duhet mu kualifikua, urej që sa ma shpejt, por që si popull duhet pak me këshyrë sportin, pak ma nëryshe, sepse sportin nuk është çka dënë ti edhe çka ki qef. Po, jënë do gjonat të cilat duhet mi parafik. Po me gjithat, e dojnë, e përkrajnë, s'kanë faj që kanë qef me po Kosovën në kampionat, edhe na kemi qef, urej që shumë shpejt ndodhë kjo. E di që në pjesën tjetër të emisionit, pjesën e 2 të emisionit, me ne pas juve në kam pjesën e muzikës, kom faktikisht edhe është pjesa e kafës, që ndalim edhe me njërin prej këngëtarëve që flasim dhe me tonë pikërisht për kafën, po du më ndalë tash të kjo dytë, para se të vim edhe të këta ajo pjesë. A ju ka marrë malli me pi kafe me dikant? Që në fakt nuk është sot njetë. Që kishit pas që në kalëzu, që kishit pas në dështë qka me folë me ta? Normal që po. Po. Do ta dëshiraja shumë, po është e pa mundshme. E di që është e pa mundshme, është me kënd? Me gjyshin tim. Me gjyshin. Me gjyshin tim, që ka kohë dhe më vite që ka vdek, por kam pas një lidhje jashtëzakonishme, sepse gjithmonë me babën një pak ma i rezervum, kurse me gjyshin, Rahmetlin, e kishte një gjep për para, kanë qenë të gjepa, i mojnë atë orat këtu. Edhe shpesh më tërkëm të kajti se e kam shife orën, se unë e lujsha me orë tina, edhe dikuna, sa është kësha e në tërke orën, në gjep të vogël i ka pos 5 markë, si me thonë gjithmonë më jabë, kështu që. Po, do ta dëshiroja një kafe, por që është e pa mundshme. E pa mundshme. Normal që kemi njerëz të cilet, ndoshta unë kum qenë i vogël, shumë pak kum pas mundësi me i gjyshin e këto, por megjithatë, secili ka dëshirë edhe nuk diskutohet që me pas mujt me kthy kohën e kishmi kthy. Unë kam një kusheri i cili nuk është sot, i cili ka dhënë shumë kontribut për mua që unë të jem këtu ku jem, është Qerem Satoj, i cili nuk është, ka shku i ri. Shumë kisha dash me pas me pi një kohë me të, sepse ai ka dhënë jashtëzakonisht kontribut në karrierën tim. Domthonë kur unë kum qenë shumë vështirë, në kushte shumë vështira, ai ka qenë shtytës kryesor. Po është e pamundshme tash, po megjithatë kisha pas qef. Ku jemi këtu bashkë dhe jemi pjesën minutat e fundit e emisionit. Ku i kishë dashur me thonë faleminderit për gjithë këto vite, ndoshta që ka qëndru mbrapa jush, edhe ka qenë motori juaj. Nuk diskutohet. Familja. Me falenderu vetën. Familja ndëmon, unë prindin e kum posës për të zvetë dhe më kam shtetë gjithëherë. Ndëmon pa mështetën e familjes kishte me qenë shumë e vështirë. Normal që nuk diskutohet edhe shokët dhe kolegët dhe me gjithë. Por ajo që është shtytja kryesore që si në fillim karrierës, do ka qenë mbështetja e prindit edhe gjithë familjes. Faleminderit familjes, faleminderit shoqënisë, miqve, gjithëve që kanë kontribu, faleminderit dhe ju gazetarët, sepse edhe ju edhe mediat dhe ju gazetarët keni dhënë kontribut që na me qenë këtu ku jemi, edhe unë mendoj që duhet me qenë falendëruar gjatë gjithë jetës për gjithë këtë. Sigurisht që edhe në familje, sepse ka raste që nuk shkon diçka mirë dhe të thirin ta bëjmë mësë mërzit, na jena mrapa teje. Ose ajtë se bëhet mirë, kjo thonja ajtë se bëhet mirë, ma po i keni shok i Shqipërisë. Në stresin, në presionin, në dështimin matë madhë një bëjsha labi, ajtë se bëhet mirë, the ke mos me konë kjo fjallë, ajtë se bëhet mirë e ju, na i shumë tranu. Kështë që këtë pjesë e kanë familja, por që duhet me i falenderu, sepse pa ta është probleme arrit dikun, sepse përkraja është gjithmonë e tyve, edhe shoqëni nuk diskutohet. Këto janë ato gjonat që duhet me i falenderu. Tjetra, se arru me tonë, unë e Faruku kem një ftesë për ty. Po. Ftojmë në emisionin Dueli Sportiv. Më në edhe unë analizë të ndreca, qoftë taktike, qoftë teknike,
qoftë në aspektin e sportit me koni ditë në emision me neve, kur të thëmë të ftojnë me sinceritet më të madh sepse ne e shën televizor. Dëgjom, e di që shumë knatësi. E di që na tregojmë që ka 12 vetë luajnë në futboll, e di që se din këtë rast. Dëgjom. Ti mendon që kanë 11 luajnë atë ka 12 luajnë. Me shumë knatësi, domethënë unë shkoj ndeshje, shkoj me dashni, me nostalgji. Çato që e thu. Po esenca kryesore të qysh zdim, unë me vlerësu të qysh apo me jep diçka, nuk më duket çfarë. Apo thu ti sporti është i krejtëve, i gjithëve. Apo thu është kombëtari është i gjithëve, s'është vetëm e jona. Po. Edhe te keni, si më thon, thojnë shumë pse pëftoni filonin. Kur luan kombëtari, o zotni. Kombëtari përfaqësuesja është e gjithëve. Edhe ai kon drejt një menim me dhon. Tash aja qillën as ja qillën, është gjë tjetër. Edhe kjo jotja mos më rakoj se na kallëzojmë ka pak, edhe ti, po na të ftojmë me dëshirë me qenë studio, sepse ka njerë po kem nevoj, jo nevoj, po kem, se nuk kam bo shumë eksperta, me po dikën që është jashtë sporti, po që ja qëllën e herë. Me knatësi ndë njëherë, po japi fjallën që edhe unë ndërshta do të vinë njënën për ditëve, edhe pse nuk jam i asaj sfere që muj ndërshta edhe mi jep shumë vlerësime. E di që mrenda asaj natë, unë e kom e po, në vishë kom e thënë sa e mirë kjo, sa e mirë kjo, sa e mirë. Jo, veç përsi apë sigur njoni, e pyti, aja otë, pas si menëm për kështu, unë menoj dhe ajtë natën e mirë. E jo, ndëgjam një tash. E fundit kjo, po e thëmë kështu... Kjo për të pilë që më abeti me neve ke zgotë, na ke... Po e thëmë të e fundit, e pjesa e fundit këto për shkak që një kohë, dhe më thonë, qatë shumë që kemi shiku loj, dhe më thonë se vlavi ishte me Realin, e unë isha me Barcelonën. Edhe unë bona me Barcelonën, veç puna për perinat vlav, dhe më thonë, që kushtusim njëni tjetër edhe bëshim lojën ma interesant. Edhe unë ndërkohë, dhe më thonë, një natë pinatve, edhe më thotë, qka po duket mirë për Barcelona? Qa po shem mirë? E qka po shem mirë, tha, të Barcelona, se në ven, qërë për shemull, qërë Ronaldo, ta shta, unë ja vësha, për shem Mesin, e qka po duket për mirë të Reali. Edhe ta që ishtë ndalë, e të më qërë, ta shta, a do me të ep një analizë të hemen, për shemull, ta qka? Ta hajtë falë, edhe tash, a për shem Mesi? Tash po. Tash unë jam lodhë me emisionin, unë jam top model me modelat, tash dhe modelat mi pa në fush. Tash po më vynë me pa model. Po më vynë lejtari dhjerë. Lejtari dhjerë, edhe më nga këtë ta, hajtë më s'kollë. Jo, e pas ke kopli diçka që rrallë e kopi njerëzë. E knatësi e pata që ju pata sonte pjesë të emisionit Një Kafe më Lapin, e di që me njerë pas përfundimit sonte, ju jeni tek emisioni juj, edhe di që aty keni me vazhdu tash e tutje, respekt pa fond për secilin për juve. Ja, falimderes shumë me knatësi, çdo herë kur ti ki nevojë që na me qenë këtu na jemi gatshëm. Shumë falimderes. Ja, falimderojmë shumë, ishte knatësi. Unë pata knatësin që pata Statosin dhe Lecin pjesë të emisionit Një Kafe më Lapin sonte, unë ju thëmë juve që ndroni bashkë me ne, sepse me njerë pas saj pjesë është pjesa e tjetër, pjesa e muzikës, pjesa e kafës, por këto momente unë kësha dash mu shkëput, sepse është koha për t'i falenderuar ata se cilët fakt gjithmonë sojnë më s'nalorë zoti pa ta. Ata cilët fakt reklamojnë produktet e tyre dhe biznesin e tyre tek emisioni Një Kafe më Lapin. Por edhe ata cilët reklamojnë produktet e tyre dhe biznesin e tyre tek radio televizioni 21. Marketing pas marketingit jemi prapë bashkë. Ishim bashkë me marketing, jemi në pjesën e 2 të emisionit Një Kafe më Lapin. Faleminderit edhe njëherë gjithë juve që reklamoni produktet dhe biznesin tek emisioni Një Kafe më Lapin dhe tek radio televizioni 21. Është kënaqësi se në pjesën e 2 të emisionit Një Kafe më Lapin, unë thash Loreta Zeqirin, bashkë me këta 2 fakt cilët sonte, do t'jenë pjesë e imja e emisionit Një Kafe më Lapin, por janë pjesë e juja, janë në përshtëpit e çdo shqiptarit. Loret, është knatësi sonte që jemi bashkë Një Kafe më Lapin. Mos i vëgjita dhe me shumë knatësi. Ndëgjam, mas portë tuja kongës dhe pastaj hajde në kafe, pim, boj mua bet knaqem. Të vishë të kafe. O kry. Sa her më shikon, sevdaja më zër, tua të bur, patë dhe nazgjër. Sa her më shikon, sevdaja më zër, tua të bur,
pa të thënë asgjë. Mos më lër të plasmoj se nuk duroj dot. Për ato qik buzë, unë po qaj me lot. Mos më lër të plasmoj se nuk duroj dot. Po tale ta di, jam bandili jot. Une jam e vogla nonës, ja kaloj hanës sezonës. Përse thoj lule mos prek, preke mos kitet, e hajde preke mos kitet. Une jam e vogla nonës, ja kaloj hanës sezonës. Përse thoj lule mos prek, preke mos kitet, e hajde preke mos kitet. Loret, është knatësi edhe një herë që jemi bashkë në këtë pjesë të një kafe me labin, aq ma tepër, ullu, ratov. Edhe një herë është imja, edhe sinqerisht me shumë qef. Mu po mjenë mirë që jemi bashkë, edhe aq ma tepër sonte që uroj edhe besoj që me kalu një natë të bukur bashkë edhe me shikuesit e emisionit një kafe me labin. Kështu përdu më janë isë. A e more vetën, mas dasmës tondës, se jo dasmave që i fatë me tondës. Vallojnë halo me tregu drejt ju bashk, po edhe mas darsmës me njëherë me do darsma tjera, kështu nga ka ra, pak ja ku misële me harru darsmën, deri sa të na vjen kështu komplet videoja me po prej fillimit. Amo jena lodhë të i për shumë, të edhin mo, nuk jena nalë asë njëherë, jena knaqë të i për shumë. Mu më vjen mirë dhe më thonë që unë thëmë falimderit e kram, Faleminderit për kafen. Unë mu më vjen mirë që zakonisht dhe më thonë, unë kur shkojnë për dasma, kur e shoh qiftin që po e shijojnë, ju dhëtë e keni shiju dasma. Mos e kena shiju pak si shumë. Jo, Sinqerisht jena knaqë dhe që e ka bu me të veçantë, jënë konë njerës aty. Dhe me thonë të edhe nëse s'dojshë me valëzu, shëshë njerës të valëzu, mandej muzika, gjithë që ka bu konë regullë dhe jena knaqë. E bukur se ki pas njerës të e tutë për sjedhur, njerës të zemrës për mdoket. Një kuriozitet e kena bu për një ave gjysë darsmën. Tash të edhen kur të edhen që shka ndodhë shumë shpejt, po, edhe me krasu me kohën që e kena pas, darsma ka dalë shumë mirë. Pse ka shpejt, vëllose? Ka shpejt se s'po kena na kur. Djetori. Djetori ta shukry, djetori është në zonë, vande këto të mujtë tjerve që pak edhe tani po. Jo, zakonisht të arim kur buen darsma për shpejt edhe të njerëzit ka pas diçka tre. Ka diçka tre. Nuk nalën, ashtë nuk nalën heq. Jo, sinqerisht, të na po është problem puna e kohës të edhen. Darsmat pak po ta limitojnë ato farë planet e tua personale, se gjithmonë po jena në darsmat njerëzve, që jam shumë falenderuse edhe për atë fakt, po që shpejt e mirë. Kur jemi të këdasma jote, më duket i pate ata njerës që li fakti kishë dasht, mi pas, edhe zaj për këtë kolegëve. A mungoj dikush ajo? Kanë mungu disa, me arsye. Ka dhe disa që me tregu drejt, i kena harru, po menoj i kena harru në atë aspektin që u bu pak si shpejt, edhe besam që në ditën e fundi darsmës se kom thirrë dhe një shoqe që më ka rënë me, se i kisha pas shkru në lisat për me ullë. Edhe kur e kom pa që kom harru me lejmru po. Lisë po me lejmru kështë ki harru me lejmru. Veç ka ardhë, edhe falenderoj jashtëzakonisht shumë, se ka ardhë, dhe më thonë ora 1. E kum lajmëru edhe në 7 ka qenë atë. Bravo, mu po mjenë mirë dhe me thonë kur... Po jo, i kërkoj falje dhe krejt njerëzve tjerë që s'kena mujt me i pas në darsëm, pe loj arsyet ndryshme, po që përgjithësi dasma ka qenë e mirë, ka qenë me atmosferë plot, na nuk jena nalë asë njëherë. Qef jam u konë me i pas krejt në darsëm, po si do që t'jetë qaj u konë mundësia për që ka të shkërt edhe. Okej, unë përdu me falenderu Agim Bendin, për një kafe me labin. Edhe one shumë përdu me falenderu Agim Bendin. Për shkak se kanë qenë njerë zakonisht, dhe më thonë, të ngarkumat, natë edhe si keni rizikan dhe me marë frymë në dokër. Unë përdu me falenderu Agim Bendin edhe Ardin edhe Mirdonin, se dët jenë konë, dhe më thonë dy palët jenë konë pjesë dasmës, edhe po besoj që atmosfera u konë nivel falë tyne. Po, sinqerisht, Agim Bendi
E ka jep maksimumin, shumë. Maksimumin. Edhe krejt kolekt, edhe krejt ata që kanë qenë atë, që kanë knu krejt, i falenderoj arzakonisht shumë se kanë bo shyhret. E bukur ake që nuk u bo si koncert, se zakonisht din dashma mu bo koncert del njoni nalo muzika këto, kështu që nuk u nalë muzika, kanë vazhdu me qatë ritëm her njoni Ty kena dash në t'lon lirë. Këve që karë me shiju. Unë e kom shiju. Kë karë me që shiju. Se që vjem qëre, të edhen kej darsmat që qëllojna bashkë prej me, ka jeshi mënyra që shi prezenton gjithë, edhe është një farë ndjenje dhe një farë emocioni që ta jetë, po thash adin që ka ju. Kësoj hera i kom ardhë dhe veç më knaqë, edhe të falenderoj arzakonisht që ke gjithë kohë. E shijova, bilem aty më fillim, bilem arti, bilem kërë prezenton darsme në të labë më faqë. Sonte, ma mirë se ti së mëj me bo, po e bëj, po jo, ka qenën për mrekulli. Po du pak mundal të darsmat jo tuja, të darsmat tjera tash. Për shkak që ke qenë gjatë verës, ke qenë këgja e ngarkume dhe këgja ke qenë në për darsma, për një darsmë tjetër. Në thonë, shumë shpejt, po me një jehon, me një ritëm shumë të madhë. Dëpërtimi. është shpejt, ndoshta për një perspektive tjetër. Po, tash unë po e flasë për këtë anën, do më thonë që na qka e shojmë. Po, qka shihet, jo ajo pra pas kena. Ajo bagajë që është me vite që është punu, po e shumë, po e thash shumë shpejt për këtë pjesën, do më thonë që vup, ka, qysh, po, shumë shpejt. Jo, që e konceptojnë shumica e njerëzve thjesht. Ashtu është, unë menoj që asgjë nuk vjen rasisht, faktikisht unë punoj shumë, por që mu ka shpërbly ajo punë, ai mund, edhe vazhdan në një kësisht, të më thonë, për mu është gëzimi maj madhe jam është kur shkoj me një darsme dhe prej asoj darsme, ma ndej bonë edhe 3-4 darsma tjera, se tuta jam e maj madhe është me marrë diçka ju halal, tregu drejt, pagesat ju halal mu friksojnë. Kështu që për mu knaci me madhe është kur thotë Zoti dasmës faleminderit shumë, nuk e kena prit qështu, po ka dalë qështu. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë fakt. Asaj për këtë punës, unë ka njerë menoj që jam vonë, kam bet pak vonë shkaku i shkollës edhe shkaku që kam studiu shtat tjetër, pak që jam kalon. Nëse isha ko në Kosovë garantë dhe isha mirë pak me muzikë dhe në studime. 2 anët. E 2 anëshme, por që prap, po menoj që për këtë periudhë mirë është, nuk është keq. Masi u martova për veti. Po, para se me putë të kjo, dhe me thonë, të pjesa e dasmave që shkun me kolegët e me gjithë shkapin me të vetë këto, e the e du gjithë shkapin halal. Po. Dhe me thonë, më gjujtje, plap, sa shumë të ka përmenda e konga e halalit, dhe me thonë, halal bob, sa shumë komentove, dhe me thonë. Edhe të pjesa e kësaj pikrisht që ata shumë të shpejt jonë, ata e shumë të shpejt dëtë. Direkt, mu ka komentu shumë kjo kongë dhe për faktin që është përmen shumë halal bob. Faktikisht konga i përmen gjithë pjesëtarë të familjes, po fillon me babën. Edhe thash hajtë kësaj here ka me fillu me nonën, kështu që provojna me... Halalën anë, tja po ma banë, shkova ta shojën anë, krushit të mpritja. Halalën anë, tja po ma banë, shkova ta shojën anë, krushit të mpritja. Të halal moje bi, të qoftu dhe ma. E halal muni në bi, pa që fatin e ba. E me të halal moje bi, të qoftu dhe ma. E halal muni në bi, pa që fatin e ba. Që po gjarë së kiti, falemderit, dhe më thonë.
E këndove edhe vetë atë natë. Komentet kanë pëse veç babes, jo nanës, dhe më thonë që tash për e bëndë e këndove dhe më thonë edhe për nanën, dhe më thonë, kështu që kanga ka qenë, teksti ka qenë dhe na kryesisht 90% janë kangët për nanat. Ke interesant, dhe më thonë, edhe është interesant edhe baba lartë, mësë mja haru asë njëre, po du Ganimit Aslanin, pastaj Motat Mustafa, e kurse një përponim i joti i mrekullueshëm, dhe më thonë, që e sjeli edhe i rinjalli, dhe më thonë, këtë kangë. E lam në gjysë atë bisedën, për shkak se qka bëjte, bëj halal, edhe unë të ndërpreva, dhe më thonë, me pjesën e kësaj, prapë du më këthy. Nuk tash tek ajo ku thash shumë shpejt dhe për tove edhe u fute, dhe më thonë, muzikë, po pa marë për asyr mundi, sakrifica, puna, diri sa të vjen, dhe më thonë, dhe këto i përmende studimet e gjitha këto. Po, prej dikujt, ki pas një inspirim, prej dikujt, ki pas një shtytje, një hapë, farsor munis. Po, një faktor kryesor. Faktikisht në babin e kam edhe harmonikist. Pa, e këtu dashta me dalë. Ka qenë ansamblin e këngëve dhe valleve shota. I thojnë Dan Harmonika, cilin e përshëndes, dhe kritikat më të noja marrë për babit. Këtu dashta më ndalë. Nëse ka pas një festival që jënë konë 3 juri dhe ju konë babi jam veç të ardhme, më këshyrën jëmë tut ma shumë për babit. Edhe halo vazhdana, ja, du më thonë, edhe nëse është një darës me dikuj që ajo është aty musafir, une jam si në koncert, definitivisht. Po, ato kritika më kanë bo mirë, edhe e vlerësaj se cilën prej tyne, se sinqerisht më kanë drejtu pak a shumë. Menaj që pak e ka formu atë mënyrën qysh unë e kam qef me knu edhe qysh që ka do të me knu për me rujt edhe varë kongë të Shqip. Sidomos që ata jënë koni startë kongës Mirëfill popullore, ansambli Shota që edhe sot e kësaj dite i rujnë me fanatizëm, dhe më thonë. Ato kongë, e kështu që një përshëndetje. Po dhe edhe mamin, s'moj me e mami këndon shumë mirë. Edhe mami njëjtë edhe Lumi vloj jam, edhe Loresa, por që janë që pak ma trollë. Po mënoj nuk ju pëlqen shumë me qenë skena. Me qenë skena, më thonë mbrapa. Nëse mamin ka njerë marrë në TikTok ashtu na i herë. Po. Ka njësë njerës edhe në Kanagjeje, kur po më shkujna më në shumë marrë dhe mamin. A më në shumë marrë dhe mamin. Kongë me defa, a din? Po, kongë me defa, po. A din me kënu nusën, për shamull, Kanagjeje? Se unë në një vëra karon dasëm, Kanagjeje në jere, në i sendë, më thonë, së më karon në jere. Ato kongë që i knojnë, tash i knojnë adhe ndarësëm edhe në Kanagjeje me tregu. Po, ato për Kanagjeje që që ndojtë me aqetë konën e... Ja, ato, a din që ashtë puna, unë jem shumë ndishme, se i kom pa dokumente që s'kaj të heq të e knu kongën halal bab, halal nan, edhe unë nuk shë shumë mirë largë. Do me thonë, unë nuk shë shumë mirë largë, edhe fati jam që nuk i kom pa ata, asë qysh mami që kishë qajtë, njëjtë babi. Edhe ditën tjetër kërë jem qëmë në gjes me hongër në gjesin edhe pishot ashtë aty lojmet, pesho mamin edhe që aty 3 herë këmë kajtë, më thonë 3 herë, ta më në nalësha, apet janë të qatë kajtë. Edhe një këmë këptu njerës ka ndonë qysh. Edhe fakt nuk ki pas faj se ki pas një ndryqim këqat malë për para, edhe a i ndryqim dhe me thonë ta hub krejt komplet, që nuk shë. Po du tek darsmat, kur je me kolegë, a shtyheni? Kukullam. Se jo, unë nuk e di, san. Jo, unë nuk jam atë. Ti nuk i atë heq. Unë s'jam atë. Jo, faktikisht, ka prej atyne që shtyhen, më besoj që shtyhen ata që janë të pasigurt. Personalisht, unë mendoj që se cili e ka atë mundin edhe atë stilin e vetë, se cili e ka venin e vetë, nuk besoj që ka nevoj me ushty ose diçka t'il, por që mundohen me dalë se cili ma mirë se tjetëri, edhe është fakt, është diçka e mirë, se ma ndej rezultati është tepër i mirë në fund, si përfundim. Kanë të pak të ndasmort që ka me një në fund, edhe, po personalisht, jo, unë për kondrazim bot qefi, nëse dikush kënon mirë dhe knaqna, vile ngoj edhe vetë në kërre dhe e marra gjireve ngoj, e vazhdoj ngoj. As njëherë nëse dikush ka bo diçka të mirë,
nuk i kumnal ato fjalla, dhe mos me a thonë dikujt. Është diçka që e meriton nëse e bën një diçka të mirë. Po e thëmë skenën, po skenë është edhe ajo, me kënë ka ra mas shumë ti prej kolegëve me nda skenën, mrenda këture ditëve, dhe më thonë, aqë ma te për sezonet të asmave. Taulan Bajralion, cilin e përshëndas jashtëzakonisht shumë, është Andi, vllai i Taulantit. Shumë shpejt kemi i darsëm. Edhe pra aty, nuk po zbulojmë kur gjë ma shumë. Shumë shpejt kemi i darsëm. Ja kena nis tash nga këngëtar të dasmat, jashtë zonës, namin zonë tash. Mandej, më ka ra me kënu me Yllin, Alban Mehmetin. Plot, do me thonë, tash dasmat jenë bo pak edhe Laramani. Laramani, po. Dasmort po kanë dëshirë jo veç Lëretën, për shembull, po dhe një këngëtar tjetër. Mandej se cili po vjen për atë stilin edhe për atë mënyrën e vet, edhe po kënaqen krejt, mu mbot qefi, edhe inshallah veç vazhdon kështu. Jashtë muzikës popullore, çfarë muzikë ndëgjon ti për veti? Unë jam shumë person, dhe më thonë, ndëgjaj qka do që ndjej për me dëgju. Ka raste e nëzo vetën të ngu rock, ka raste e nëzo vetën të ngu tërqesht, jënë do kongë. Zdi pse, do kongë tërqesht ma kujtojnë verën. Është një benim ki gidior, o da pilior. Mandeja, dhe në ato pushimet që i bojnë ana në fond sezonës. Dhe vjen një farë ndjenje shumë e mirë. Po kryesisht Shqip, po Shqip e pastërt. Dhe me thonë, më merë malli për që ato kongë. Tash kongët janë varsisht prej qysh edhe qysh ndjesh, ka raste edhe bëjnë totalisht të këndërtën. Për mu ndje ma mirë nga ndiqka që është pak ma atmosferike, po si do që tjetë gjdo san që është i mirë, t'ja vlenë me unë dëgju. Pse kongë, dhe me thonë, që në fakti interpreton, a mundohë, a e bënë pse duhet me bo, apo veç pse e ndjenë e këndon qatë kongë? Ndarësëm, janë disa kongë që për me nështë nuk i kisha kënu asë njëherë, po ka kongë që i knaj edhe i du, të me thonë i du shumë, se janë tamam Shqip edhe janë, për shamull, Mora Testin, Moj Zogo, këto kongë janë qësa. Po ka kongë që janë pak përsëriqme, janë sa për me i ndëgju njerës edhe me i mësu me njëherë, se tash që kjo ka ardhë modë, diçka që është e përsëriqme, ka një kongë 2-3 fjallë, është diçka që mënët më bohet ma shpejt. Po, qka do që do në publiku na do të me servu, shkaku që mandej je komplet jashtë tregut, se do të me ndjek, dhe me thonë, me hec, me kohën, që ajo pak të kufizan prej qka do në ti me knu dhe qka jo. Po, ka këngëtar, për shambull, që e den saktësirë se qka kënan, edhe janë të kufizum që ato, dhe mandej ka klientelën që në të ndasmort, që e dojnë qatë muzikë, i vlerësoj arzakonisht shumë, se sinqerisht s'ka ma mirë brese me kënu Shqip. S'ka ma mirë. E kryve dasmën tonë, i kryve dasmën të një tjerve, edhe unë isë për Amerikë. Dhe më tonë mbrapa që ko hidhë dhe mbrapa te është statuja e lirisë. Alo në gjëmë. Qështë kalo? Mirë. Si nga këty, të radzej sa të shimboha tje. Ta shqyqër që ardhëm, jo një aeroplan tjetër, që ishim për plastë. Po zakonisht e kam që të fatë, pështoj për pak. Gje që erdhe dhe borën a e... Jo, vëllaj shrolla me borën. E pëtofti në guma të vejtë, si kena. Jo, shumë mirë kena kalu. Faktikisht ka qenë hera jam e parë në Amerikë dhe jëmë kënatë shumë, jëmë konë me arbënorin. Edhe e kena shiu qdo moment, qdo ditë kena icë ka 14-15 kilometra. Bravo. Na është ta minus 2-3 kilogram jena, po zdoj shumë me na ikë na i sena, ashtu edhe pse na ka ikë shumë sena, se s'kena mujtë me na ikë shumë gjatë, po që ka qenë eksperiencë në veti. Dhe më tonë, a ju keni shfrytzuar dhe punë dhe mujtë mjallë? Krejt, tana. Tana, të nkona të. A mojë na knatë shumë edhe pak larkë, po... Ja vlen definitivisht. New York ku shumë i mirë. Ja vlen, dhe më tonë, ja vlen përgjithsi. Amerika ja vlen me atësine, por edhe ja vlen sepse bigjeta janë ata njerës shqiptarë të atje me plët zamër dhe dashni që ta japin, dhe më tonë, edhe mizë spresin me taku edhe me të respektu deri në pikin e fundit,
por edhe Amerikanët është e bukur se si t'ju thosha, I'm from Kosovo, e ka një respekt jashtëzakonisht të madh dhe të veçantë. Jemi tek pjesa e kafes, jemi në kafe. Me kon të merë madhi, me kon të ka marë madhi, me kon ki qef me dalë me pi një kafe, me shiju një kafe. A ki dikon që më faktikisht po e marë shembull që thush, ta kisha, po e marë shembull me shiju një kafe? Ka njerës që kam, sinqerisht është që ajo vjen shpreje, ta kisha, edhe i që ma larkë se djam ka ronë mend për dojnë tem të ndjerë. Edhe nashta, dhe më thoni shkon knatësia me madhe, nëse e këshu mujt me këthy kone dhe nëse kësha mujt edhe njëherë me pi një kafe me ta. Zakonisht kafe me familjartë që i kemi afer edhe me shoqnin, për ndryshe pak edhe jena kufizu, ose pak edhe jemi ftofë si njerës, nuk e di kush është faja, është pandemia, pandemi u rahatum shumë, dyqysh të najt vetë, edhe ta është s'podina as hizmet me bune për shpia. Kejtë pëdali me pi kafe që aty poshtë banesës. E nuk e di, është diçka e mirë kjo, s'po besoj që është diçka e mirë, po shpresoj që prapë se shqiptarë dyqysh janë ma të mirë kur janë bashkë. Pak jena distancu. Ke dalë me pi me dikon kafe edhe që je dëshpru? Që ki me ndu që ka me qenë shumë kafe e mirë, ajo, shumë kafe ambël, po në fakt je dëshpru për asaj kafe. Lavi, qa kjo pytje kështë që shpigjohë që të pytje, dhe më thonë po mes 3 minuta, u krymë të rrista. Jo, ka, faktikisht, ka të edhen që karriera jonë, është një farë eksperiencë në vete edhe të takon detyrimisht me disa njerës që nështë me u këthy prapë në kohë, nuk ishe taku kur me ta. Edhe, sinqerisht, i kuptoj interesat e gjithë se cilit, po disa interesat e i kalojnë atë njerëzillakun që du të me pasi njëri normal. Kështu që po, ka disa kafe që kur njët nështë si kësha pi dhe njëherë. Kënë qëtash, në qëto momente për të bjenë dërmen pi kolegëve kësha tirë me pi kafe? Pi kolegëve? Po, shpejt, kështu, kënë, shpejt, me shpejtën, kënë e kësha tirë? Është Mirdoni me Elmedinën. Me Elmedinën e kam shoqe, Mirdoni është shoku i ngushtë i Arnorit, dhe me njëherë të ata, dhe më thonë shko menja. Okej, dhe më thonë, ata dhe më thonë. Me njëherë të ta më shko menja, me shku me pi një kafe. Okej, kur delni me ta, qka falin kafe? Gjithçka, aktualitet, zdi, mrina najherë në Amerikë, shkojna, do më thonë gjithçka. Shkojni gjithka dhe? Gjithka shkojna, gjithka edhe jena të lirë me bisedu edhe paka shumë na lidhin temat e jetës. I kena probleme pak zi tjetë. Njejta. Edhe që kjo neve na lidhë mas shumë te. A ki dikon që kur s'kisha dash me taku edhe kur s'kisha dash me pi kafe me ta? Nuk e di. Kam nashta, po ashtu nuk më ka ra me menu ka gjatë për një person që kur njëtë s'kësha dash me pi kafe me ta. Nuk e di, nashta më vynë me menu 3 ditë, dhe mandej me ta këtë përgjigjen. Prej kolegëve, tash po thëmë prej kolegëve, por në gjitha generatat po e marë, prej si, këndi ki pas pak ma si inspirus. Që e kiton, wow, kolegë nuk mëj me logarit, ka qeni Smet Bugujevci, Bali. Bali u konë. Edhe nuk e di, aj ka qenë shok i babit, edhe unë jem rritë me ta. Pa. Mënyra qysh i ka respektu njerës, mënyra qysh ka busqesh, mënyra qysh ka fol me njerës, edhe qysh ka qëndru, edhe qysh ka knu. Dhe me thonë ato konga, i zoni karakteri... Dhe me thonë e ke vrejt, me një herë që është zoni i Smet Bugujevcit. Nashta pak e shosi një farë, nuk e di, është një farë ikone, edhe më inspiron. Zot një lëk, tamam është një farë... Zot një lëk. Unë e di që ti veç je të esë për para, edhe ki jetën shumë për para, edhe të presin shumë të mira tjera. Jemi në Prag, edhe festave të fund viti që vinë, a ka diçka të rejtë? A ka naj potporia, a ka naj qellu tash? Potporia, projekte. Ka faktikisht se do mos na duhet me qenë aktive dhe në vitri, po ma shumë jemi ndarësma.
prej datës 20 deri datë 5, do më thonë janë darsmat me rënë që është një farë mini sezon e verës. Mini sezon e verës, po. Edhe po besoj që me qenë se tash përbohen gjirimet ma herët të vitit ri, po dohet me marë pjesë, po besoj që po, unë po menoj me bu diçka tamen personale, saj përkat potpurive tjera, po ka ftesa, kësmet i shqyrtojmë se më konë pak në zonë qëtë periudhë, shumë në zonë, edhe po besoj që do jem aktive. Qëka e të shkrejt atëmve që kanë qenë bashkë me ty, bashkë me mu, sonte në një kapë më lave? Ju thamë, faleminderit që na keni ndjek deri tash, po besoj që kam pas çka me pa. Edhe juve ju buft mirë kafja, sa është gjuna, ata me këshyrë pa kafe. Jo, e di atë që e kanë kafën, e kanë definitivisht për para, du të me pas kafe në bashkë me neve. Unë po të falenderoj për zemërsisht që ke qenë pjesë e imja, pjesë e pandashme e emisionit Një Kafë me Labin, pas shnetën dhe pas shkrejt mirat e Zotit. Shumë faleminderit, Lab, është knatësi, edhe lirisht me thonë që të kom ndjek prej e vogël, edhe po i njajt i kemit, e i shala të shoh që shtu gjithmonë, me shnetë dhe me krejt mirat dhe me familjen, që e ki familjen e mrekullueshme, edhe një kosesht po du me të falenderu që ke gjithë kohën me qenë pjesë, që asoj mini-dos, po që bu pak se madhe, por që sinqerisht është knatësi. Unë po të knatësin që kesh edhe atje edhe këtu, edhe një mesazh për fund, po e du për teje, para se me shku tek Lumi dhe Taulanti, përshka që jemi në mujin rozë, ku faktikisht edhe duhet me pas vidjesimin sa i përket kancerigjirit, që duhet me shku pa tjetër në çdo femën, por edhe burr me kontrollu, do me thonë edhe me bo mamografin, përshka këse. Shumë e vërtet, unë po shpresoj që ato që cilat janë tu për balë, tash Zoti ja u leton edhe i ndihmon. Ndërkaq ato që ende nuk dinë dhe hezitojnë me u kontrolu, është shumë mirë me u kontrolu, me qenë se diagnostifikimi herë shumë në ta pështu jetën. Kështu që e di që femnat mendojnë për gjithë shka në botë, përveç vetës tyne, gjeni pako dhe për vetën e juj. Edhe gjeni forcë. Gjeni edhe forcë dhe sidomos ju që ballafaqoni edhe jeni duke vujt prej kancerigjirit, dhe është Zotit ju letësoj, por mbi gjitha bënën të forta, sepse me forcën e juj mundeni mi adal edhe mundeni me ballafaqu edhe me përballu çdo smuj që vjen. Dhe më thonë, forca juj dhe të vullneti juj, por mbi gjitha edhe ju, pjesa tjetër, familja, shoqënia rrethi. Vedisoni një herë për gjithmonë. Mos i thoni një grua e një buri, çfarë ki, për çka po vun, apo për çka për tjesë mund. Kështu që nëse sheni që nuk është mirë me shëndetin, vishtuj, ma lehtësim edhe inshallah me të mira, sepse mbi gjitha na jemi si popull që dim pak edhe me të rëndu gjithë shkafin edhe dim me tonë apo një është mira, je mira, qysh kalove, qysh të kalove, kështu që e bukur është kur jemi gjithë bashku edhe dim me të kalu sfidën e përbashkët, por mbi gjitha me shoqëri e mirë. Vazhdo ti drejt atyre dyve, sepse e ki këngën e fundit sonte që do të na interpretosh, edhe po më duket se është një pjesë e vogël e refrenit Shkelzen e tishit. Nxerit. Shkon atje. Faleminderit shumë. Derisa bëhet gati Loreta bashkë me Taulantin edhe bashkë me Lumin, unë pyetëm faleminderit edhe një herë secilit për juve që jeni pjesë e radio televizionit, një pjesë e emisionit Një Kafë me Labin. Këtu është edhe ky fillim i ri i Një Kafë me Labin. Faleminderit Kushtrim, faleminderit Fatas, faleminderit Berat, faleminderit Astrid, faleminderit Hajdar, edhe të këmërsaruar Ekremin, por edhe Lumin, edhe Taulantin, që i kanë pjesë e pandashme e imja pjesë e emisionit Një Kafë me Labin. Jepni pozitivitet, jepni energji të mirë, mundoni me ndatë mirën me secilin njeri që e keni afër vetës, mundoni njerëz të këqij largoni nga vetja. Nuk ju duhet as pak. Njerëz të mirë, energjia pozitive ju duhet me pas afër vete. Ju njerëz të mirë që ju kam afër vetës, sidomos shikues dashur, faleminderit që jeni bashkë me mua, edhe nëpërmjet YouTube-it, Facebook-ut, Instagram-it, TikTok-ut, Një Kafë me Labin. Ju du pafund bashkë me juve, Loreta me Lumin edhe Taulantin.
ka